Tashmë, pyetja kryesore që bëhet është. Krishni, SPAK-un e krijoi Sorosi nëpërmjet reformës në drejtësi. Rama është i Sorosit. Përse SPAK-u po e godet tashmë Ramën duke goditur Belinda Ballukun? Kjo është pyetje shumë e rëndësishme, $1 milion, e cila ka nevojë për përgjigje. Cila është përgjigja? SPAK-u në këtë moment është duke u marrë me Amerikën me dy koka. Ç'është Amerika me dy koka? Amerika tashmë është në përplasje civile, është në luftë civile institucionale. Cilat janë institucionet që janë në luftë? Është Pentagoni dhe shërbimet e inteligjencës, CIA, janë pjesa e shtetit të thellë, është Kongresi me shtëpinë e bardhë, që janë Trumpi dhe MAGA. Në këtë moment, në të cilin ka plasur puseta e Epsteinit në Amerikë, ku po goditen elitat e vjetra liberale, SPAK-u në Tiranë nis ofensivën ndaj Edi Ramës dhe ndaj Belinda Ballukut dhe bën kurban Belinda Ballukut. Pse tani u hodh në luftë SPAK-u dhe si një SPAK që e ka krijuar Sorosi godet Edi Ramën që është i Sorosit? Ja po ja them. SPAK-u në Shqipëri po përpiqet që t'i mbijetoj epokës Trump, ndërsa Edi Rama me Belinda Ballukun po kërkojnë që të blejnë kohë. Çfarë kohe do të blenë? Do të blenë kohë derisa, kujdes se këtu është thelbi, të shohin çfarë do të ndodhë me mandatin e midtermit në zgjedhjet e mesit të mandatit në Amerikë që ndodhin në nëntor. Ndaj, Rama pret me padurim bashkë me Berishën si do të shkojë loja në Amerikë. Do të fitoj prap Trumpi në midterm apo do të gjyqëzohet Trumpi në midterm. Pse? Sepse janë në lojë dosjet e Epsteinit. SPAK-u është duke mbrojt kokën e vet. Si e mbron SPAK-u kokën e vet? Duke i quar Donald Trumpit Ballukun si kurban dhe Edi Ramën si kurban, SPAK-u kërkon të marrë mbështetjen e Amerikës, e cila do ta zhduk SPAK-un nga themelet në qoftë se SPAK-u, dëgjoj me kujdes, në qoftë se SPAK-u vazhdon lojën e vjetër, Marco Rubio, sekretari i shtetit, dhe Donald Trump kanë premtuar se do ta zhdukin SPAK-un dhe do ta bllokojnë mbështetjen për të. Ndaj SPAK-u, për të ruajtur veten e tij në lojën e Donald Trumpit, ishte i detyruar të hidhej në sulm dhe në ofensivë për të mbrojtur veten. Për të mbrojtur veten nga kush? Nga Donald Trumpi dhe nga shpata e Trumpit. Pse? Sepse nëse nuk do t'i ofronte një kurban, Trumpi do t'i thoshte që reforma në drejtësi dhe SPAK-u janë produkte të Sorosit, ndaj do t'i japim një goditje fatale dhe do t'a çojmë në të sënës. Ndaj, SPAK-u nuk po vendos drejtësi se e ka marrë malli për drejtësi. SPAK-u ka qenë në kontrollin e Edi Ramës dhe po del nga kontrolli i Edi Ramës. Pse? Sepse SPAK-u, ju a kam thënë, edhe përsëris dhe mbajeni mend sa t'jeni gjallë. SPAK-u nuk është instrument për të vendosur drejtësi. Harrojeni. SPAK-u është instrument kontrolli, të cilin e ndërtuan amerikanët për të ruajtur kontrollin ndaj elitave politike në Shqipëri. U krijua nga Soros dhe u vendos reforma drejtësi dhe SPAK-u dhe plani ishte goditja e lojtarëve rebel në Shqipëri, eliminimi i Sali Berishës dhe i Ilir Metës nga loja. Pik. Dhe mbajtja e Edi Ramës si lojtar afatgjat. Ky ishte plani numër 1 i SPAK-ut. Tashmë erdhëm në planin numër 2, ka ndryshuar loja në Washington. Si do t'ja bëjmë tani që ka ndryshuar loja në Washington? Duhet t'i ofrojmë Donald Trumpit një kurban. Kush është kurbani? Belinda Balluku dhe Edi Rama. Pse? Sepse Trumpi e di që SPAK-u ishte produkti Sorosit dhe Marco Rubio ka kërcënuar që do ta mbylli SPAK-u. Tashmë Rama po luan me 2.
linja. Spaku nuk e ka marrë malli për të vënë drejtësi. Spaku e ka marrë mallin e rujt vetë në vetë. Ke Donald Trump, i cili e di dhe e njeh atë si produkt të Sorosit. Tashmë në fund do të them unë se si vendosin shqiptarët drejtësi për vetë në vetë. Tashmë Rama po luan me dy skema. Një, skema e presionit brenda në Shqipëri, nëpërmjet të cilës i thot Spakut, unë do t'ju shkatërroj nëpërmjet Fatmir Xhafës dhe Ulsi Manjës. I thot Spakut do ju shkatërroj nëse mi prekni njerëzit e mi, do të bëj reforma kushtetuese, do të ndryshoj. Sot kanë nxjerrë edhe analistët e tij nëpër televizionet, të cilët thonë Rama mund ta çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Pra mund të bëj lloj fantazish për shpëtuar veten. Sepse rënja e Ballukut është rënja e Edi Ramës. Rama po luan me dy lojë. Me një lojë po mban të karikuar shpresën që Clintonët, Sorosi dhe ajo pjesë e shtetit të thellë amerikan që është në betejë në Amerikë të fitojë luftën dhe ai të rikthehet si lojtar. Dhe nga ana tjetër është duke kërkuar të josh Trumpin nëpërmjet dhënies së Sazanit për Jared Kushner dhe Zvernecit dhe gjithçka do të kërkojë ai, duke shkuar duke lobuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke shkuar duke lobuar në Izrael dhe duke shkuar dhe duke lobuar siç bëri dje në Vatikan, në mënyrë që të blej kohë nga të dyja anët. Edhe të pres lojën si do të ndodh atje, edhe të pres përplasjen si do të përfundojë në Amerikë, por edhe të përpiqet të josh Trumpin. Pyetje e madhe dhe e rëndësishme. A mundet Edi Rama të ketë bërë një pakt marrëveshje sekrete me Donald Trumpin që ne nuk e dim? Po mundet ta ketë bërë, por ne nuk e dim këtë. Unë e përjashtoj si mundësi. Pse? Sepse edhe Donald Trumpi, edhe administrata tjetër amerikane e shohin Ramën tashmë pjesë të ekipit të vjetër, të lojës së vjetër 34 vjeçare politike. Rama po pret që Clintonët në Amerikë dhe të cilët janë investitorët e tij kryesor në Shqipëri, Clintonët do të thotë George Soros do të thotë Edi Rama, do të thotë Alexander Soros, do të thotë investimi i tij më i madh për Shqipërinë dhe për atë që ata e kanë serviruar dhe e kanë shitur si stabiliteti i Ballkanit. Po pse vetëm Edi Rama e mban stabilitetin e Ballkanit? Po, ata mendojnë që Rama dhe Vučići janë të vetmit që mund të ruajnë stabilitetin e Ballkanit, të vetmit që ruajnë Ballkanin që të mos shpërthejë. Dhe Rama çfarë bën me këtë skemë? Skema numër 1, i jep Deep State-it, inteligjencës CIA dhe Pentagonit, çfarë kërkojnë ata, portin e Durrësit dhe bazën e Kuçovës si garanci për lojën e madhe gjeopolitike dhe për pikat strategjike të NATO-s, dhe i jep dhëndrit të Donald Trumpit, Zvernecin, Sazanin, dhe çfarë të kërkojë ai, bashkë me lobet të tjera në vendet e tjera të botës, për çfarë? Për të blerë një bilet tek anija e Trumpit. Ramaduro e ka të qartë që loja në Amerikë tashmë është me 2 koka. Dhe e ka të qartë që Amerika e majt nuk e mbron dot. Pse? Në një kohë kur Clintonët dhe Soros dhe elitat e majt janë tërësisht të investuara tek dosjet Epstein, ju e keni parasysh që se ka më njeri mendjen tek Edi Rama. Dakor. Si do t'ja bëj ai tashmë? Po investon në 2 drejtime. Në një drejtim që të mbaj gjallë lojën e Deep State-it, Pentagon, shërbime inteligjencë, duke u dhënë bazat strategjike dhe duke u thënë atyre që unë jam garanti i stabilitetit Ballkanit sepse unë i kam mirë punët me Vučićin, nëse largohem unë, do të vinë qarqe apo grupe nacionaliste, të cilat mund ta ndezin Ballkanin dhe kjo e sjell
humbjen e NATO-s në Ballkan dhe triumfon Rusia. Kjo është ajo që u shet Rama NATO-s edhe Europës. A ecën më kjo kartë atje? Nuk ecën më kjo kartë atje. Pse? Sepse perëndimit i ka rënë tashmë teoria stabilokraci në vend të demokracisë. Pse? Edhe amerikanët, edhe europianët e din shumë mirë që në qoftë se mbajnë krimbat e korruptuar, hajdutët, grupet, kartelet e kokainës dhe grupet mafioze, Rusia e ka shumë më të lehtë për të deportuar. Më shumë se çdo lloj skenari tjetër. Korrupsioni, kapja e shtetit nga kartelet e drogës, kapja dhe kontrolli i shtetit nga kartelet e kokainës, mbajtja peng e zyrave të shtetit nga grupet mafioze. Siç ndodh në Shqipëri, tashmë ke llogarit e perëndimit po u del, kjo është më e rrezikshme për luftën që kanë me Rusinë dhe me Kinën, se sa stabilokracia. Cila është stabilokracia? Stabilokracia është ruajtja e stabilitetit në kurrizë të korrupsionit. A ka mendjen më Clintoni me Sorosin, me Hillaryn, ndërkohë që kanë dosjet Epstein atje? A kanë më kohë të merren me Edi Ramën? Jo. Ndaj Edi Rama është i terrorizuar. Sepse Spaku po ndjek lojën në Amerikë, Berisha po ndjek lojën në Amerikë, shqiptarët po ndjekin lojën në Amerikë dhe Edi Rama po ndjek lojën në Amerikë. Në qoftë se Spaku shikon që në Amerikë po fiton MAGA, Trumpi dhe krahu i të djathtës konservatore, Spaku do të arrisë kërbaçin dhe do të bëj kurban Edi Ramën bashkë me të tij. Në qoftë se loja në Washington ndryshon, si mund të ndryshojë loja në Washington? Tashmë do t'ja bëj të qartë edhe këtë pjesë. Clintonët i ka dalë emri në Epstein, Trumpit i ka dalë emri në Epstein, njerëzve të Clintonëve dhe Deep State-it i ka dalë emri në Epstein, të gjithëve u ka dalë emri në Epstein. Trump dhe MAGA kanë hapur pusetën Epstein, arsyet ju a kam thënë kush janë, i keni video të veçantë, qëndrimi i Mossadit prapa, arsyet gjeopolitike, lindja mesme, 82-shi, lindja e re mesme, është një shpjegim që e kam bërë poshtë, e gjeni tek video poshtë. Në qoftë se Donald Trump do t'ja dalë të fitojë në midterm, s'dihet si do shkojë për plasje, do të shihni spektakël ke dosjen. 3 milionë e gjysmë dosje kanë hap tani, janë edhe ca miliona të tjera pa u hap. Bill Clinton dhe Hillary Clinton i kanë thënë ne jemi gati të dëshmojmë. Javës tjetër në Kongres dhe në Senat. Atje ku kontrollon Donald Trumpi me komisionet e timore që ka shumicën në Kongres dhe në Senat. Pra, Trump, Kongres, Shtëpia e Bardhë, Kongres janë koka e Amerikës, Pentagoni, Deep State, CIA janë koka tjetër e Amerikës. Këto janë në përplasje. Trumpi synon të plas pusetat edhe t'i shkërmoq elitat liberale për të justifikuar shkatrimin e tyre total. Pra, shiko kush ishin ata. Hillary Clinton bashkë me Bill Clintonin çfarë i kanë thënë tashmë? I kanë thënë, po e deshe luftë, hajde shkojmë në luftë. Çfarë do të thotë kodi po e deshe luftë, hajde të shkojmë në luftë? Kodi po e deshe luftë, hajde të shkojmë në luftë, do të thotë, në qoftë se do të gjuash me anti-tank, do të gjuaj me kundra ajror. Çfarë do të thotë kjo? Bill Clinton dhe Hillary Clinton kanë kërkuar që seancat e dëshmive të tyre për dosjet Epstein të bëhen në praninë e mediave dhe jo në zyra të mbyllura.
jo në komisione me dyert të mbyllura pa praninë e medias. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Donald Trump dhe Hillary Clinton, tashmë që është hapur puseta Epstein dhe kanë dalë këtë dosje të brenda, kanë sfiduar Trumpin dhe i kanë thënë, nëse e do, hajde ta bëjmë luftë dhe ne duam mediat të jenë sallë. Pse i don mediat? Sepse do të nxjerrin emrat e njerëzve të Trumpit që janë përfshirë edhe ata këtë dosje të Epstein. Pra u dogjëm, hajde t'i vëmë flakën gjithë lojës. E kuptuam? Kjo lloj përplasje, nëse MAGA, Trump, Shtëpia e Bardhë, Kongresi, shkojnë përpara me dosjet Epstein, që do të jenë një neveri e madhe, këtu do të ndryshojë loja, në qoftë se Trump bën një pakt me Clintonët dhe me Shtetin e Thellë për me shku në një qetësim dhe mbyllje dhe kontroll të dosjeve të Epstein, kjo është një skenar tjetër. Rama po pret këtë skenar, prandaj po ble kohë në Shqipëri. Spaku rrit fuqinë goditse dhe bën kurban Ballukun me njerëzit e Ramës për t'i dhënë prova Washingtonit dhe Donald Trumpit që ne jemi në krahun tuaj dhe ne nuk jemi të Sorosit. E kuptuam? Dhe në qoftë se rritet fuqia e Trumpit në Amerikë, aq më shumë do të rritet fuqia goditse e Spakut këtu brenda në Shqipëri. Sa më shumë të ndryshojë loja në Amerikë, aq më të kontrolluara do të jenë lëvizjet dhe goditjet e Spakut këtu në Shqipëri. Ndaj, në këtë moment, ai mund t'i thotë Belinda Ballukut, unë nuk kam për të lëshuar kur, por do të shohim cila do të jetë lëvizja e Spakut tani. A do të shkojë të kërkojë parlamentit arrestimin e Ballukut? Apo jo? Balluku nuk i lejohet më me shku në zyrë tani. Çfarë do të bëjë Spaku në 48 orë të ardhshme? Aty do të kuptojmë se cila është strategjia e Spakut në raport me lojën e brendshme politike këtu në Shqipëri, edhe në raport me lojën e Washingtonit. Kjo do t'i qartësojë të gjitha.